Por ato kanë pjesën më poetike, ato që quaj unë, pjesën më të bukur të jetës së tyre, që ne duhet jemi mirënjohës për sponsorizimin e madh që i kanë bërë shpalljes së pavarësisë. Por jo pikërisht në 28 nëntor, por dhe një vit para, në ato ishin të parët që bën në atë këngritjen e Malësisë së Madhe, që u zhvillua në vitin 1911, në atë këshillin e Podgoricës, të përbërë kryesisht të udhëhequr nga Ismail Qemali dhe Luiz Gurakushi, Mark Kakarishi ishte sekretari i tyre. Dhe ky rol i tij ishte sepse kishte një fuqi të madhe ekonomike, intelektuale dhe ishte një njohës jashtëzakonshëm i gjuhëve të huaj. Aq sa kur u shpall pavarësia, telegramin që lajmëronte gjithë botën për mëvetësinë e Shqipërisë, atë e përpiloi me dorën e tij Mark Kakarishi dhe e shkruajti në shumë gjuhë të huaja për t'ju dërguar me njëherë me telegraf të kancelerive perëndimore. Konferenca tjetër që ishte ajo e vitit 1913, unë i kam gjetur dhe janë gazetat Il Piccolo di Venezia, di Trieste, që e shkruar në mënyrë të detajuar kontributin e Mark Kakarishit për të, jo vetëm për të organizuar konferencën që po ju përdorvehej asaj mbledhjes të kopme të 1913 në Londër ku Shqipëria u nda, por ai ishte sponsorizues kryesor, hotelet, gjitha kur qëndronte Luiz Gurakushi, Ismail Qemali me gjithë entourazhin e tij. Në një farë ishte të paguara nga Mark Kakarishi. Se kjo është një histori që domethënë ne o e kemi dëgjuar pak ose as pak. Për shembull, rastin konkret nuk e fshehim që jemi të paditur. Pra, njeriu që ka mbështet financiarisht pavarësinë e Shqipërisë, qeverinë e Vlorës, pas ka qenë Mark Kakarishi dhe Kakariqet në përgjithësi, me Pietrin, me Luigjin, me Angelinin. Pra kjo familje, këtë e bënin për hir të lidhjeve personale që kishin me Luiz Gurakushin, një tjetër familje shumë e rëndësishme në Shkodër, apo kishin bindjen absolute që Shqipëria duhet ishte e pavarur. Në gjithë pikat, në gjithë shfletimet që kanë bërë në lidhje qoftë në Londër, qoftë në Rom, ku ka shumë dokumentacion për sa i përket Mark Kakarishit me gjitha, pasi kujtojmë që Mark Kakarishi u helmua në vitin 1942 nga disa figura që i qëndronin rrotull tij, të cilat janë të etiketuara dhe disa emra janë në arkivat e Romës. Ai kryesisht ishte piketuar nga italianët e asaj kohe, nga Italia fashiste, si një pro-anglez. Prandaj ai si kryetar bashkie i Shkodrës ishte kundërvend disa herë. Pra ishte dhe antifashist përveç tjerave. Në gjenetikën e tij ai ishte i lidhur shumë me anglezët. Ai ishte i konsideruar pra nga fashistët italian filo-anglez. Pastaj u tribuan pralla me mret, si thojmë në Shkodër ngaherë, dhe u transformuan, u bën fotomontazhe të tilla që e nxorren atë sikur ishte kolaboracionist. Asa Mark Kakarishit në vitin 45 varri i tij sjellur i gjithë nga u helmua në moshën 58 vjeçare në kulmin e produktivitetit të tij. Dhe varri i tij që ishte sjellur gjithë mermeri nga Austria, u holl në erë me dinamit nga ca kaçak partizan që hyn atë kohë në Vorret Katolike të Shkodrës dhe nxorën dhe eshtret e tij jashtë. Pra, imagjinojmë se ku ishte tërbimi ndaj një figure të tillë që vend të në hije çdo figurë tjetër që kishte pasur. Kanë hyrë varrezat e Ermajt i bie apo jo? Bravo, dhe e kanë hedhur në erë me dinamit në një mënyrë tepër banale, tepër po pse kjo urrëtie apo me që komunistët dhe anglezët pastaj patën ato marrëdhënie që ne e dim? Atëherë, e para sepse Mark Kakarishi ishte simbol i asaj që nuk do të ishte më në Shqipëri, simbol i kapitalizmit, simbol i ekonomisë së lirë, simbol i suksesit. Dhe ishin intelektual të nivelit të tillë që do ishte shumë e vështirë si këto njerëz të vjeshin, si thuaç, në shërbim të regjimit. Dhe pamundësia për të vënë në shërbim ishte dhe një justifikim për të sekuestruar gjithë pasuritë marramëse, sepse më rezulton që shteti komunist në atë kohë ka bërë shumë veprime, ka bërë shumë tentativa, nuk e di se sa ka shkuar rezultati në fund, ashtu siç e kanë dashur, por ka kërkuar që të marrë nga Vienna Bank, ku ato kishin një kapital jashtëzakonisht të madh të investuar,
ishin aksioner në Vjena Bank, dhe pronat të tjera që ato kishin në Angli, por çështja e kanalit Korfuzit bëri që Shqipëria mos kishte titull që kërkonte në Angli pronat e tyre. Je duke thënë që ata ishin aksioner në Bankën e Vjenës? Patjetër, në Vjena Bank, patjetër. Dhe fakti është që për të justifikuar pastaj dhe sekuestrimet të ndryshme që ndodhen në Shqipëri për gjitha pronat që kishin, por të shumtat ato i kishin jashtë Shqipërisë. Dhe fatkeqësisht, duke mos u reklamuar për një periudhë 50-60 vjeçare, ato kanë humbur pothuajse të drejtën që dikush t'i reklamoj si prona të veta. Por ajo është çështje e familjes syre që kanë ato gjetive dhe ngratë shpirtit. Rita, tani e kuptoj batutën tënde që the në historinë time në familjes time ka një histori gjatë retushimesh. Tani e mora vesh. Unë se disha këtë, dhe më thënë që i pas kanë vënd dinamitin varit, dhe më thënë, kjo i bi, dhe më thënë... Kanë marrë shenjë, ato engjëj që vehen si për varreve, mërshin partizant, mërshin shenjë. Dhe më thënë, atë gjuonin me pushk. E kuptova. Një mrekulli. E marrë vesh, dhe më thënë. Pra, kjo që ka notë, familje state, pastaj kam përshtypjen se u shoqëroj si breznit, dhe më thënë, gjatë gjithë kohës. Me gjitha të ti nuk para e ke evidentu këtë gjë, dhe më thënë. Kuptohet, ne dinim që ti ishe kakari, që tjetë... O, se vlonjate mërë, të shqit me të kotë. Kuptohet, qartë. Shet një qik me... Unë nuk e kam etiketu, unë nuk e kam përmend kur me miqtë me shokët e mi, sigurisht. Më thanë, gjithmonë në intimitetin e... Por nuk ka zakon me thanë që na jena kështu, na jena dhe nuk kena nevoj me thanë atë që jena. Se në fakt, ai që ka nevoj me thanë, nuk duhet me kenë. Po, me gjithë pak men duhet i ke shit zamirës, si thoi, fabrika pare birës e bënd në Shkodër, jo më korë. Ua, për fabrikën e birën, ja i kam shit bënd, po kam bërë shabat. Ne, ke bërë shabat, ja ke mush menin që është bërë në Shkodër dhe jo në korë. Ja, po kuj mushet me mirë, si jenë veçën të për të të. E kuptova. S'kon të qoja zanin sa atjet.